Sonte me ju, Reze Muhaxhiri. Me vallëzimin e ndërtarëve të klasave të treta që bën hakjen solemne të kësaj nate madhështore. Të nderuar kreder, mesëndëtës të dashur, mysafirë të nderuar, mirë se erdhët në ceremoninë e diplomimit të gjeneratës së 15. Të jetës së tyre. Sonte nuk festojnë vetëm përfundimin e shkollimit. Sonte festojmë miqësitë, sfidat, ëndrat, kujtimet dhe rrugtimin që i solli deri këtu. Ndaj kjo mbrëmje është ura mes asaj që ishin dhe asaj që do të bëhen nesër. Të dashur familjar, për bijtë dhe bijat tuaja, sonte koha matet me evokime.
12 vjet parakalojnë në një qast. Para jush nuk do të parakalojnë vetëm thjesht si nxënës. Do të parakalojnë netët e gjata pa gjumë para testeve. Do të parakalojnë këshillat e mësimdhënësve që u bën shenjete. Do të parakalojnë sakrificat tuaja që ju dhat krah në çdo situatë të mirë e të vështirë. Tani është koha që ta shihni krenarin që ndërtuam së bashku. Ngadalë, por sigurt që ata të jenë të zotë të hapërojnë vetë. Atje ku i kërkon e mira dhe e mbara. Prandaj, ju lutem të gjithë në këmbë. Me duar të rëkitjet më të forta që keni dhuruar ndonjëherë, mirëpresim krenarin ton, të ardhmën ton, maturantët e gjeneratës së 15. Le të filloj marshimi solemn i maturantëve të klasës 12-1. Po parakalojnë maturantët, krenaria palekundore profesoreshës Arta Shola. Kjo është klasa që bëri dijen buroj, librin busull dhe bankat shkollore tribun të ideve. Janë këta nxënësit e përkushtuar që shndruan çdo orë mësimin në betejë mendimesh. Janë lexuesit e palodhur, aktivistët që e ngritën zërin kur të tjerët heshtën. Janë liderët e së ardhmës. Në këto vite ata treguan e dëshmuan pathyeshmëri, treguan vullnet e ëndra. Ata u farkëtuan me dije, me pasion e disiplinë. Po me duar të rëkitje, t'i presi maturantët e klasës 12-2, nxënësit e kujdestares Teuta Mehmeti. Klasa që i dha ngjyrë çdo ditë të shkollës, klasa që e ktheu sjelljen e artë, respektin e rregull të pashkruar. Janë nxënësit e ekselencës që nuk e kërkuan notën, por e merituan dijen. Janë mendjet kritike që guxuan të pyesin dhe të përgjigjen, atëherë kur dhe si duhej. Janë zërat e bukur që na mbushën me këngë dhe skenën me poezi. Artistë të vyer që i dhanë shkollës zemër e shpirt. Të butë në fjalë, por të thellë në mendim. Të bashkuar gjithmonë e të dalluar nga origjinaliteti. Dhe tani bëuni gati për energji. Me buzëqeshje t'i presim maturantët e klasës 12-3, nxënësit e kujdestares Lumturie Bardhaj. Para jush vjen klasa që e ktheu çdo orë mësimi në debat, e çdo debat në fest. Janë debatuesit e mëdhenj, karakteret interesante, sepse secili ishte unik, secili një botë në vete. Janë nxënësi që profesoresha Lumturie i udhëhoqi me durim dhe përkushtim, me besimin se çdo nxënës e ka vendin e vet në botë.
ja ku janë, ja ku I kemi. Ju lutëm zini vendet. Suksesi një gjenerate mban pas vetes përkushtimin e një institucioni të profesorëve dhe të njerëzve që besuan në të rinjt. Ta njiftojmë në skenë drejtoreshën e shkollës zonjën Afrore Lila për fjalën e saj përshëndetse. Maturant, të nderuar prindër, kolegë dhe mysafir të respektuar. Sonte nuk po kremtojmë vetëm përfundimin e një etape shkollore. Sonte po festojmë një rrugtim të jashtëzakonshëm të përkushtimit, zhvillimit dhe formimit tuaj si gjenerate 15 e mileniumit. Kjo mbrëmje është simbol I punës së palatshme, I sakrificës, I disiplinës dhe I ëndrave që janë ndërtuar me vite. Është momenti kur secili prej jush sheh me krenari gjithçka që ka arritur dhe njëkohësisht hap derën drejt një të ardhmeje plot mundësi të mëdha. Para se t'ju drejtohem juve, dua të shpreh mirënjohjen më të sinqertë për mësimdhënësit tanë që nuk kanë qenë vetëm bartës të dijes, por udhërrëfyes, motivues dhe mbështetës të vazhdueshëm në rrugtimin tuaj akademik e edhe njerëzor. Një falënderim I veçantë shkon edhe për prindërit tuaj, për durimin, për kushtimin dhe sakrificat e panumërta që kanë bërë në heqje, duke ju mbështetur në çdo hap të jetës suaj. Dhe tani, juve. Ju 56 maturantët tonë të mrekullueshëm. Ne nuk kemi parë të ju thjesht vetëm nxënës të mirë. Ne kemi parë potencial, karakter, ambicje, por edhe vizion. Kemi përcjell me admirim mënyrën se si jeni angazhuar me seriozitet dhe profesionalizëm në çdo aktivitet në të cilin keni marrë pjesë. Kemi parë sportistë të talentuar që kanë përfaqësuar me dinjitet veten dhe shkollën. Kemi dëgjuar me vëmendje meloditë tuaja të bukura, ku nuk ka dominuar vetëm talenti, por edhe disiplina, këmbëngulja dhe etika e punës. Kemi parë nxënës që kanë shkëlqyer në debate, të rinj me kulturë komunikimi, me mendim kritik dhe me guxim intelektual për të mbrojtur idetë e tyre gjithnjë me argument dhe qytetari. Po ju shohim duke ju nënshtruar testeve ndërkombëtare, duke konkuruar në universitete prestigjioze, në Kosovë, por edhe jashtë sot, me vendosmëri dhe maturi shembullore. Ju kemi parë duke hyrë në teste, duke hyrë në TOEFL, provime pranuese dhe intervista me aq seriozitet, sa ndonjëherë dukej sikur po përgatiteshit për NASA, jo për fakultet. Dikush po ndjek rrugën e mjekësisë, dikush të teknologjisë e programimit, dikush ekonominë, sa të tjerë drejtësinë, shkencat, artin, apo fushat të tjera ku jemi të bindur se do të arrini sukses të jashtëzakonshëm. Dhe e dini pse ne besojmë te ju, sepse madhështia juaj nuk shihet vetëm në rezultate akademike. Ajo shihet më shumë në karakterin tuaj, në mënyrën si silleni e si respektoni njëri tjetrin, në përgjegjësinë që dini të merrni përsipër, në mënyrën si përballeni me sfidat me dinjitet dhe pjekuri. Janë pikërisht këto vlera që u përpoqëm ti ndërtojnë për të qenë ju lider të së ardhmes. Prandaj, ne jemi të bindur se ju do të keni dyert e hapura kudo që të shkoni, sepse bota gjithmonë do të ketë nevojë për njerëz kompetent, por mbi të gjitha për njerëz me integritet, humanist dhe njerëz me vizion. Sot, kur ju shoh në këtë sallë, unë nuk shoh vetëm maturant. Shoh mjek të ardhshëm që do të shpëtojnë jetë, shoh inxhinierë e programues që do të krijojnë inovacionin e së ardhmes, shoh sportistë që do të frymëzojnë gjenerata të tëra, shoh lider, profesor, sipërmarrës e profesionistë që do të lënë gjurmë në shoqëri. Por sonte po e shtoj edhe këtë. Dia I bëhet vërtet madhështore
Vetëm atëherë kur bashkohet me karakterin, me etikën dhe me humanizmin. Dhe ju besoj do ta dëshmoni këtë. Do të keni sfida, do të keni edhe pengesa, do të keni momente kur do të dyshoni shumë në veten tuaj. Por gjithmonë kujtojeni këtë mbrëmje dhe se sa larg keni arritur. Potenciali juaj nuk përfundon këtu. Në të vërtetë këtu vetëm fillon. Ecni përpara me guxim, me dinjitet, me vizion dhe me integritet. Dhe mos harroni kurrë se kjo shkollë do të jetë gjithmonë kryinare për ju. Urimet diplomimin të dashur maturant. Shkoni dhe lëreni burmën tuaj në botë, sepse ne nuk besojmë se ju jeni gjenerata e së nesërmes. Ju jeni njerëzit që do ta ndërtoni të nesërmen. Faleminderit. Faleminderit drejtoresh për fjalët e zgjedhura dhe për kushtimin dinjitoz për të gjitha gjeneratat. Ata I mbajnë në mend të gjitha, por ka kujtime që nuk mund të ruhen vetëm në fotografi. Ato jetojnë në njerëz dhe në kohën që kemi ndarë së bashku. Ta ndjekim një video dokumentar kushtuar rrugtimit të gjeneratës së 15. What do you want to be when you grow up? I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Yeah, the magician's assistant in their dream. And they come unstuck. Running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Is this movie that I think you like? This guy decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the highest shelf. And they come unstuck. Running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song. Yeah, I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. I just wanna know if you're gonna stay. I just gotta know. I can't have it any other way. I
I swear she's destined for the screen. Closest thing to Michelle Pfeiffer that you've ever seen. Oh, lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. 6, 7. I love you when you sing that song, and I got a lump in my throat 'cause you gonna sing the words wrong. Oh, lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Oh, lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Yeah, I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Të dashur të pranishëm, sonte kemi nderin të mirëpresim një emër që prej vitesh po lë gjurmë në botën e biznesit, zhvillimit profesional dhe leadershipit në Kosovë dhe më gjërë. Me vizion të qartë, energji të jashtëzakonshme dhe përkushtim të palëkundur ndaj suksesit, ai është shndruar në një nga figurat më inspiruese për të rinjt, si përmarrësit dhe profesionistët që synojnë rritje të vazhdueshme. Përmes qindra trajnimeve, eventeve dhe projekteve zhvillimore, ai ka ndikuar drejt për drejt në motivimin dhe transformimin e mira njerëzve drejt rezultateve konkrete në jetë dhe në karrierë. I njohur për stilin e tij energjik, mesazhet e fuqishme dhe qasjen praktike ndaj suksesit, vjen sot para jush jo vetëm si një folës, por si një dëshmi e gjallë se vizioni, puna dhe këmbgulja mund të ndërtojnë histori të mëdha suksesi. Në këtë ditë të veçantë diplomimi, prezenca e tij është një frymëzim për secilin maturant që po nis një kapitull të ri të jetës, me guxim, ambicie dhe besim në potencialin e vet. Ju lutëm ta mirëpresim me një duartërëkitje të fuqishme folësin e ceremonisë së diplomimit të këtij viti akademik, zotri Deniz Gafuri. Shëndetje gjithë të dashur prindër, të dashur nxënës, mysafir, udhëhec, profesora, bordi drejtues dhe drejtoresha. Ju gjërata e ardhmës tonë, gjithë kemi pitet moja breve. Sot nuk po diplomojnë vetëm nxënësit, sot po diplomojnë edhe sakrificat e prindërve. Sot po diplomojnë edhe përkushtime profesorëve dhe ëndra që kanë ndërtuar me vite. Një dorëtërkitje të madhe për gjithë stafin e Millenniumi 3, apo? Që nga sigurimi, një mbajtja, administrata, profesor, drejtoresha, bordi drejtues, për punën e mrekullueshme që kanë bërë për të nxënës. Sot nuk do me mbajt për juve veç një fjalim, thjesht do me folë si njeri me një djemë të ri se do me fitu. Para se me fillu, i kom 3 pyetje për ju nxënës. A jeni gati? Apo? Sa për ju keni dëshirë në qenë suksesshëm? Që sa e dojë suksesin, lartë, durë, fuqishëm. Okej, nice. Sa për ju do me pas vetë besim dhe respekt. Durëdar. Nice. Sa për ju keni dëshirë që prindrit e juj mu mburë me ato që keni me po ju. Që ma nukë, një do përgjime për ju. Atërë që kam vetë e dur, një njerës në dur,
edhe në kohën e duhur. Unë nuk kam marrë të si njeri perfekt, po kam marrë si njeri që kam pas humje, kam pas dështime, gabime, kam kalu shumë net pas gjumë për marrë sot për jam këto, po nuk jam dërsu as njerë. Për një gjithë që kam shku gjatë ndërtimit gjatë bizneseve time, gjatë karrierës time, ka qenë që nëse ti me ndonë që nuk mundesh, kete drejtë, nuk kene mujtë. Nëse ti me ndonë që mundesh, kete drejtë prapë, se kime bundu, kime pësu, edhe kime fitu. Sepse gjithçka fillon për asaj se si folën a vetës. Po i folën mirë, kemi pas një arët mirë, kemi pas sukses. Po i folën keq, kemi të shku. Kisha pas dëshirë me nda me juve disa këshilla për me pas sukses. A jeni gati? Me mësu të këshilla? Po. Duhet në, kam pas shumë energi, po pra. Sa herë që juve u pyet dikush, si e dini vetëm përgjigjja ju duhet jetë jashtëzakonshëm. A dini pse? Sepse jeni të jashtëzakonshëm secili prej juve. Po më janë të juve. Ju i bashkë, po? Cilë është ju këtu? Dorë në artu, me të artu kiti për juve. Nëse jeni në internet, rrjete sociale, mu me pa plot yll gasha, po ylli që kemi këtu prezent me ne është veç një, është unik, është jashtëzakonshëm, është një arsye fort për me u di jashtëzakonshëm. Po. Kjo vjen për secilin prej juve. A dini që ka plot djemë dhe vajza tjerë, që kanë ondër me konventuin këtu, me miliona po dhëmë krejt botë. Mi pas kushtet që keni ju, mi pas prind që keni ju, mi pas këtë mundësi mu shkollu këtë shkollë që keni ju. Aso është një arsye forta, e këtë arsye forta që ju mi di vetë të jashtëzakonshëm. Çka pritet për një njeri të jashtëzakonshëm, për një fëmijë, për një njeri të jashtëzakonshëm? Kur gjotë në mëngjes, më zhjumë me këtë energji, mos me pas nevojë me shku mësu për vetëre, ço me do në shkollë, ço me do në punë nesër, po mu shumë njere. Me përgjafu familjarë, me hertashtim, me shumë vullnet, me shumë energji, me shumë shkollë, me shumë punë nesër. Edhe kjo është gjë që duhet me bëjt me gjithmonë. Pra, si pendiri vetëm? Jo zakonshëm, o thamë që jeni të zakonshëm. S'po t'i gjej njerë. Edhe njerë, si me për vetëm? Jo brare, si më për vetëm, jashtëzakonshëm, që jeni të jashtëzakonshëm, sa që ju me pyet dikush, përgjigja do të jetë me shumë energji, jashtëzakonshëm, me transmetuar atë energji, me këto që takoheni, a do me pësu pyetën, asnjëherë mos më dorëzu. Gjatë jetës, kemi pas sfida, kemi ballafaqu me dështime, me refuzime, kemi pas goditje, kemi me rënë tokë. Çka do e ho? Mësu ka dole? E këtune, më dresh pak, edhe më vazhdu me e supara. Asnjëherë mos më dorëzu. A do e mësu për tretën, shiu për sukses. Tjeni mirë njës për krejtë çka keni. Me qeni njës për shëndetin që keni mas fati. Apo për sot që jeni këtu, për ajrin sot që përmeni, për familjet e juve që keni. Këto në sende që juve, nëse jeni të jashtëzakonshëm realisht, nëse ju jeni mirë njës për ato që keni, situatat ma vështira, kjo kam ju në tjere për situatës. Se nuk keni më bloku në gjatë situatë vështirë që kemi ballafaqu, e që kemi pas njarë gjatë jetës. Po kur të kujtojnë gjatë që ti i ke që jemi mirë njës, si familja, si meq, si kushtet që i ki, ja nisë me të ka zgjidhja. Një sen tjetër që do me pas për asysh, asnjëherë mos i harroni prindrit. Edhe ata nuk janë përkrymë.
Edhe ata kanë bërë gabime. Sa herë që kemi pas probleme, njëtë, kemi pas probleme, kemi pas sfida. Asnjëherë mos ju drejtoni për zgjidhjet njerëzve të huaj. Gjithmonë adresa parë duhet të jetë prindi. Apo një ndërtokiti për ta prindërvuar të shqiptarët. Roli për prindit tëmë, babit tëmë jetë, me kom të prindë, që një vëzjan, du t'i kom pas edukator, babit kom pas profesor gjusë angleze, nanën artit figurativ, që shumicën e jetës, sepse ka qenë edukatore në shkollë speciale për dherë, për fëmijë, për pamje të konfizume. Që ka mësu prej babes, ka qenë bëne punën me nderë me përgjithësi. Bëne punën me nderë me përgjithësi. Po gjatë jetës, kom parë që nderë me përgjithësi nuk po mjaftoj ka. Mjaftoj me qenë maj mirë në punën që e banë. Okej, qëka i bene me qenë maj mirë? Jo me luftu me dikon tjetër, po me luftu me vetën tonë. Me qënë versionit maj mirë i mundshëm. Atëre, ti kemi qenë maj mirë në punën që banë, qëka do që banë. Gjithmonë, kërë bëni punën jo mesatare, askush nuk i dojnë njerëz mesatare. Askush nuk i dojnë punën mesatare, gjithë dojnë një qëka të jashtëzakonshme. Bëni punën të jashtëzakonshme në njërë mahtë mirë të mushme. Mu shumë shpesh brengos, ku dikush të në për punën, në për kompani, si në shumë punën bëjmë me kompani, mjera me trajnime për kompani dëshme, vendore dhe kombëtare. Kemë bëjë trajnime Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Dubai, kemë bëjë, Zvicër, Slovaki, Itali, kështu me radhë. Ka një brengos se sot që Irania thëtë se a vlenë me punu për këta. Se a vlenë për këtë kompani, se a vlenë ti nëse nuk punan, sot nuk e bënë punën mas njëti, ose nuk të mundësan. Ate nuk keme bëjë hajra si vend, asë në kompaninë tonë që keme pas. Bëni punën me krahëri, dhe bëni maksimumin për asaj që bëni. Nisa një kryesor që me pas, është se karakterit ka më shumë rëndësi se sa titullit që keme pas. Pa ma pasush, a kemi qenë doktor, a sportist, a architekt, a biznesmen, a shqec, a avokat, a çfarë do punë që keme bëjë. Karakteri ka me të bëjt në ty dhe ka me të bëjt fort. Unë i kuptoj plotësisht. Sfidat që i keni, ju me prind me ju me profesora, marsimtarë, se vojnë dhe prind. E kom i gut me kuvushme, i kom 2 fëmijë me kuvushme. Festa, 25 vjeqe, edhe Veroni që sot me mu këtu, o 17 vjeqe, gjërat me juve është. Edhe i di kuptoj të lëshet, sfidat që i keni kësë kuptimi që dole. Përveç asaj, unë e kom e një program trajnimi që i kemë për fëmijë, ku njerëz fëmijë që kanë artë na, kanë dushu komplet, kanë marrë performancë jashtëzakonshme edhe në shkollë, edhe kanë plu raporte edhe ma fëmija me prind. Këtë që kanë mësu është sakrifice e prindit edhe respektin ndaj prindit që kanë zhvillu. Se dikush ka interesin për ta mundur nga bashkanqi. Disha e moment dhe një qërë, sepse një shoqi nuk ndryshon vetëm për kritikave dhe për qatë. E jo një që e gjenerata që do në ndryshu këta. Një shoqi ndryshon ku njerëzit fillojnë të rriten, kur bizneset fillojnë të zhvillohen, kur individet fillojnë të besojnë në potencialet të tyre. Të dashur maturant, sot po e mbyllim një kapitull, por jeta vërtet sa po ka filluar për ju. Do keni sfida, dhe përsuesha, dhe ma jetë. Do keni presion, do keni momente të vështira nga jetës. Por mos tani kur, se suksesi nuk është fat. Suksesi është disiplinë, është karakter dhe mosdorzim. Edhe njerë pas me të shkone, kisha pas dërshime një prej uvenjet fuqishme. Shqipendi ke vetën sot? Në do të një të mërë për ju, në fanderit, të prajtë e zakoshën. Falenderojmë Zotrin Gafurit, qëndroni të jashtëzakonshëm. Tani do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë një instrumental të veçantë
që na sjell një atmosferë të ndjeshme dhe artistike me veprën e njohur të Jan Tjersen, një pjesë që njihet për emocionin dhe elegancën e vet muzikore. Para jush, Hana Kida. Hana e këndshme, Hana ëmbël. Mirë po, askush nuk mund ta tregoj më mirë historinë e këtij brezi se sa vetë ata. Ftojmë në skenë përfaqësuesin e gjeneratës, nxënësin Jan Tigani. Në nomat të gjithë, të nderuar profesor, prindë të dashur dhe ju shokë e shoqet mi. Që 20 ditë jam me profën të mendu që ako me thonë për këtë natë, edhe kur në këmë prit që kanë më punë që ka që konvejta, e ka më punë që ka që përsisë. Faleminderit të gjithë që njështë. Kur e mendoj këtë moment, e di që nuk është thjesht fundi shkollës, po është fundi një rrugtimi që për shumë prej neve ka filluar prej klasës parë. Unë jam njoni për tëne. Kujtohet kër këm hinë milenium në klasë parë, me një qonë sa krejt trupi jam, edhe me sytë hapëm të me se di që apëm e gjithë. Edhe që apëm gjithë të konë dituri, por ma e rëndësishme a konë familje që e kom gjithë. Pas 100 orëve mësimi, testeve që na u kanë ndohë të pa mundra mi përkry, edhe ditëve kur dëshim zilja, bile 10 minuta ma heret me ra që më vëdhy më shpe ma heret. Na, ja ku jenë ashtu, të vija e finishit. Krejt ma kanë bujë që shkolla e mesme janë vitet ma të mira tjetës tënde, po kërkush nuk na ka tregu neve për paketën e stresës që kanë me na orë, e veç na e dim se që kena kalu. Por, mbasi kena kalu, sot veç mundë me busqesh, edhe me thonë me fjallë të artistit Kanye West, welcome to the good life. Kena me kujtu ato testet jashtme që na kam prish gjumin e s'na kalu me flejt një javë para. Po, për balë çdo vështirësie, na gjithë e kena pas një sen për bashkët që është njëri tjetri. Edhe tash,
ta më njëna mësu me jetun që të botën e vogël që e kemi kriju bashk, na dohet milion, na dohet fishk. Ndryshimin afriksat, më shumë normale, që unë që ta që të ndridhë, nuk e di që shka me kriju. Po, që kjo tu, që ndimna, është shenja se na jemi ofër diçka e të mëdha, jemi në prag të diçka të mëdha. Për çdo gjë që e kemi kaluar deri tash, çdo eksperiencë na ka përgatitur për jetën pas shkollës. Mesazhi për ju sot është ky. Mos u mjaftoni me pak. Ju e keni krejt brenda juve një talent, një zonë, një ëndër që duhet betoni në pak. Nuk ka lidhje nëse nuk e kanë qef tjetër, nuk ka lidhje zonit të tjetër, veç që kanë dini ju vetë. Qysh ka thonë artisti jam i preferuar, falni se me shumë thënie. There is no such thing as a life that's better than yours. Asnjë jetë nuk është më mirë se jote. Për që ata nuk bëjnë me lënë frikën me të hongër ty, mos me mujtë me bëjnë kur gjë për shak frikës. Dojeni me te kalu, mi ndjek në nga të tuaj. Edhe kur rruga bëhet e paqartë, edhe kur tjetë nuk e din qashe njërë. Gjithmonë dojeni mi ndjek nga, kur mos e hapëni. Asë një finish nuk do të ishte këto pa arsimtarët dhe kujtëstarët tona. Faleminderit shumë që hapëni. Na keni udhëhequr me besim, me durim dhe me shumë këshilla. Nuk na keni vetëm dituri, por drejtim. Na keni drejtu jashtë drejt kavët të mi. Një falenderim i sinqert për prindërit tonë, shtylla jonë, mbështetësit tonë më të mëdhenj. Që janë duke çdo mëngjes me një shluk kujtëstores, se na po na dhan borë s'mund të marrë në shkollë. Ky moment është po aq juaj sa është edhe joni. Faleminderit shumë. Dhe ju, shokët e shoqet e mi, kur ma keni dhonë ka i laps për në ke kisha, i keni borë me kesh për kisha stres për testit, e që ma keni bu këtë trotim të paharrueshëm. Faleminderit shumë krejtëve. Sonte po e mbyllim këtë kapitull për të hapur një tjetër. Ndoshta është më i madh, ndoshta më i panjohur. Po na e mbyllim së bashku me kokën lartë, me zemra plot kujtime dhe me sy nga ardhmja. Pavarësisht ku na dërgon jeta, na dikur kena qenë familje në këto korridore. Dhe ato nuk na e merr askush. Urime të gjithëve, ja dalëm! Faleminderit Joni për emocionet që na dhe sonte. Mirënjohja është një nga vlerat më të çmuara të shkollës ndaj nxënësit. Sot ne kemi kënaqësinë të nderojmë ata që u dëshmuan, kontribuan dhe lanë gjurmë në jetën e kësaj gjenerate. Mirënjohja e parë i takon nxënësës apo nxënësit të gjeneratës, se kush do të jetë ai apo ajo, do ta mësojmë së bashku në vazhdim. Ky çmim nuk përfaqëson vetëm suksesin në mësime, por edhe përkushtimin, disiplinën, respektin dhe shembullin që ky maturant apo maturante ka dhënë gjatë gjithë viteve shkollore. Për ta dhënë këtë mirënjohje, ftoj në skenë drejtorin e Qendrës Parashësim të Kosovës, zotëri Petris Tahiri. Marrem edhe një mikrofon, sepse emrin të ta lexojmë së bashku. Presim vajzat që të na sjellin mirënjohjen për nxënësin apo nxënësin e gjeneratës në skenë. Do të ndihmoj. Thuaj Edi. Nxënësja e gjeneratës është Rea Sejdiu. Rea Sejdiu!
qëndroj në skenë, gjithashtu edhe zotrin Tahiri, sepse do të ndajmë edhe disa mirënjohje të tjera së bashku me qeni këtu. Atëherë mirënjohje të radhës janë për lezuesit e gjeneratës, që ftojmë vajzat të na sjellin çmimet në skenë dhe i zbulojmë dal nga dal së bashku. Lexuesi i parë i gjeneratës, sepse i kemi 2 çmime për 2 lexues. Lexuesi i parë i gjeneratës është Erjan Lajçi. Erjan Lajçi, lexuesi i gjeneratës. Në mes të skenës, ju lutem. Zbulojmë edhe lexuesin tjetër të gjeneratës. Lexuesi i dytë i gjeneratës, Lurni Ejupi. Lurni Ejupi, ftojmë të marrim çmimin e lexuesit të gjeneratës. Shumë urime Lurni. Ju lutem në mes të skenës dhe një foto të përbashkët. Faleminderit, urime, suksese e radhës. Faleminderit edhe juve zotrej Tahiri. Urime dhe suksese secilit, ndërsa me një interpretim maestral taman si që ka hije kësaj mbrëmje, vjen para jush me violonçel Gresa Broqi, Now We Are Free.
Elsa Broqi, mësimdhënëse e shkollës sonë, kishim shumë nderin që ta kishim sonte në skenë për të performuar në festën e gjeneratës së 15. Ndërsa ceremonia mirënjohjeve vazhdon edhe më tej si shenjë respekti dhe falënderimi për të gjithë ata që kanë qenë pjesë e këtij rrugtimi. Radhën e kanë aktivistët dhe eseistët e gjeneratës. Për t'i ndarë këto mirënjohje, ftoj në skenë zëvendës drejtoreshën e shkollës, zonjën Fitore Hoxha Saliu. Mirë se erdhe. Presim mirënjohjet e para së bashku për aktivistët. Ftoj Jon Tigonin si aktivisti i gjeneratës. Aktivisti i gjeneratës Jon Tigoni. Kemi edhe një aktiviste të gjeneratës, Liza Hoxha. Liza Hoxha. Suksese, faleminderit shumë Jan dhe Liza, ndërsa ne do të vazhdojmë me çmimet e radhës për eseistët e gjeneratës. Faleminderit vajza. Eseisti i parë i gjeneratës, Djar Buzoku. Djar Buzoku. Djarit, ndërsa presim edhe eseistën tjetër të gjeneratës. Eseistja tjetër e gjeneratës, Edna Sanaja. Edna Sanaja. Urime Edna, kemi edhe një çmim tjetër. Edhe një eseist të gjeneratës, Ben Berisha. Ben Berisha! Urime Djarit, Ednës dhe Benit, suksese me tutje, faleminderit shumë Fitore. Nata e sotme është mbushur me emocione dhe reflektime, andaj për një fjalë artistike ftoj në skenë nxënësën tonë Melosa Tahiri. Sonte, ju nuk jeni vetëm në një ceremoni, jeni në fundin e një kapitulli e në fillimin që një tjetër. Deri t'ja e shumë nxënës, me çanta plotëtore, me kokën plot me stresa, me plane, me ëndra që mezi prisin të delin jashtë klasës. Sot jeni maturant, e nesër e nisën një rrugë tjetër. Po largoheni nga shkolla jo sepse doni të harroni, po sepse është koha që të ecni përpara. Korridoret ku kaloni çdo ditë, bankat ku qeshnit, testet që ju dukeshin fundi i botës, tani mbeten vetëm kujtime. Tu marrë mësime nga shumë se sa vetëm librat. Mësua të rrëzoheni, të qoheni prapë, besoni në vete, të duroni, mësua të rriteni. Po jeni pas edhe mësuese që ju shtyn të bëheni më të mirë, që besoni te ju edhe kur ju vetë nuk besoni te vetja. Po jeni pas shoqëri që u kthyen familje, bisedat pa fond të qeshurat në orë, kujtime që do t'i bani me veti gjithmonë. Sot jeni më të lirë, jeni të lirë të zgjedhni, të gaboni, e të provoni prapë. Historia juaj së nxënës mbaron sot.
po jeta sa po ka fituar. Kur I hedhni kafelet, shikoni me kënaqësi rezultatin e mundit të përkushtimit tuaj gjatë gjithë këtyre viteve. Prandaj, sonte mos thoni vetëm mjaft të mirë. Thoni edhe faleminderit. Për kujtimet, për njerëzit, për gjithçka që ju bëri këta qeni sot. E ndërsa largoheni nga dera, ecni hap pas hapi në udhëtimin e jetës, mos harroni. Na rreni me veti në pjesën e tjetër. E mbajeni afër gjithmonë. Faleminderit. Falenderoj Melosën për interpretimin emocionus. Çdo gjenerat ka tingullin e vet, ka artistin e vet. Tani ju ftojmë të shijojmë interpretimin e kitar të Riga Mehmetit, instrumental I këngës Leila. Riga të ftova në skenë, e di që nuk ishte në skenar, sepse doja të rria atje tek vendi, por kemi një surprizë të vogël për ty. Unë do të ftoj profesoreshën Ylnora që të na bashkohet në skenë. Një duar tregitje për Ylnora Gashin, profesoreshë muzikës në shkollën tonë, ndërsa dhe ju vajza e ftoj për një çmim të radhës që do të ndohet. Riga për kontributin e jashtëzakonshëm që I ke dhënë shkollës. I ndahet çmimi, Ylnora? Artistja e gjeneratës, Riga Mehmeti. Artistja e gjeneratës, Riga Mehmeti.
një fotografi së bashku. Faleminderit Riga, urime për çmimin. Ndërsa unë do ta pyesja Ilnoren se kush e ka shoqëruar Rigën në skenë në shkollë gjithmonë. Kemi një emër që gjithmonë kanë qenë bashkë të dy. Rea Sejdiu. Rea Sejdiu ne ftojmë për performancën e radhës me disa këngë të cilat do të na japin shumë gëzim në skenë. Faleminderit Riga. Gjithashtu Rea, skena për ty. Shveshur të lodhur për qelë, do të humbin pa prit mas. Duke t'jeli shumë herët perëndoj. Vetmia po afrohet, po jehoj. Sa të kam thënë, se do të vi dita kur hyje do ngrije në qel, paljam të mirika, dikush tjetër flokët po t'i ledh ato. Nuk besova se kjo mund të ndodh, nuk të haroj, mundohem me di se s'do që mbaron, po nuk të haroj. Frigohem se do të kujtoj në largësi, sërish të shoh busqeshjen dhe kujtoj. Sa të kam thënë, se do të vi dita kur yjet do ngrihen në qel, paljam të mirika, dikush tjetër flokët po t'i ledh ato. Unë nuk besova se kjo mund të ndodh, nuk të haroj, mundohem me di se s'do që mbaron, po nuk të haroj. Frigohem se do të kujtoj në largësi, sërish të shoh busqeshjen e të kujtoj. Nuk të haroj, mundohem me di se s'do që mbaron, po nuk të haroj. Frigohem se do të kujtoj në largësi, sërish të shoh busqeshjen e të kujtoj. Era për dera hapine, e bëhet sikur nuk më sheh. Sa bukur i pas gara,
fustani këqo me dantela. E sonte ne do ta hedhim ne një valle të mërsi qershi. Mos doaj nuk e di ku thell në ty, e shonjë shkëndi sa e të shikoj në sy, o moj, di ku thell në ty, e shonjë të shi sa e të shikoj në sy, o moj. Qëtë pas ka hije kjo gëshe, s'dip se bërë si kur nuk më fle, si kur të kisha pran, një grush që shi do ta kisha dhan. E sonte ne do ta hedhim një valle të mërsi qershi. Mos doaj nuk e di ku thell në ty, e shonjë shkëndi sa e të shikoj në sy, o moj, di ku thell në ty, e shonjë të shi sa e të shikoj në sy, o moj. Reja Sejdeu, nxënësja e gjeneratës, zëri i gjeneratës. E falenderojmë Rejan sepse ishte e pranishme gati në çdo aktivitet që shkolla organizoi dhe duhej performanca artistike. Reja, Riga e shumë të tjerë që do të na bashkohen edhe në vitet e ardhshme kur do të maturojnë. Tashmë mund të ndjekim edhe video dokumentarin Nata Art, e cila përshkruan mbrëmjen e cila mbetet gjithmonë në kujtesën e tyre ato që e presin gjatë gjithë shkollimit. Mbrëmjen e maturës. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses, asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun. No, I know that I'm not all that you got. I guess that I just thought maybe we could find new ways to fall apart. But our friends are back, so let's raise a toast. 'Cause I found someone to carry me home tonight. We are young. Disa net mbeten gjatë në kujtesë si kjo Nata Art, ku kujtimet do t'jetojnë përmes videove që i kishte përgatitur edhe Guri. Tashmë do të ndohen disa mirënjohje,
por Gurin që përmenda që kishte krijuar 2 videot e natës së sonshme për të na përfshirë në kujtimet e tyre, do të ftoja në skenë për të marrë mirënjohjen e radhës, e cila do t'i ndahet nga mësimdhënësi i shkollës sonë, Edmond Ramadani. Guri Shala je në skenë bashkë me Edmond Ramadanin për të pranuar çmimin e tij. Na tregon edhe çmimin e tij bashkë. Gurim. Kreatori digital i gjeneratës, Gurime. Kreatori digital i gjeneratës, Guri Shala. Edhe një fotografi së bashku në skenë, Guri bashkë me Edin. Faleminderit Guri dhe suksesin, ndërsa Edin do ta ftoja që të qëndroj me mua në skenë për të ndarë edhe mirënjohjet për sportistët e gjeneratës, të cilat na karakterizojnë këtë vit sepse i kemi në masë. Ftojmë sportistin e parë të gjeneratës, na sjellni të gjitha sepse i mbajon. Okej, sportisti i gjeneratës Gert Beqeti. Shokët e tu. Sportisti i gjeneratës jetë Eldar Aliu. Eldar Aliu. Urime Eldarit. Ndërsa Eldarit i bashkohet kush tjetër përpas Daris Aliu, normal. Të ti Viljak Daris Aliu. Urime Eldarit dhe Darisit, ndërsa nuk mbarojnë çmimet e sportistëve këtu, sepse ju njoftova më herët që na kanë zbardhë fytyrën në për shumë evente sportive. Sportisti i radhës Anik Dushi. Dhe Fati Njejci vëllezër Valiu. Normal, Reis Dushi. Urime Gertit, urime Daris dhe Eldar, Anik dhe Reis. Suksese. Faleminderit. Edhe Edit. Energjinë dhe emocionin e fundit artistik të kësaj mbrëmje. Mirë presim performancën muzikore të solistës së njohur Vesa Smolica. Mirëmbrëma krejtëve, përshëndetje nga Vesa Smolica dhe Grand Penny Band, një duar trokitje për bendin e mrekullueshëm. Po du me marrë fjallën bjoru studentëve, prindërve, profesorve të kësaj shkolle që keni arrit me përfundu me sukses këtë gjenerat, me përmbyll këtë vit, edhe krej shpresat i kena të ju. Ky vend mbaret nga rinia që kemi sot, kështu që faleminderit shumë edhe bëni zgjedhje të duhura. Të këndojmë së bashku një dy këngë shqipe, po besoj që kena miknu së bashku. Moj margje,
malsore, ku po shkon me atë kosore, ku po shkon mujtu i vrapue, apo vjero vash me mue, bash të shkojmo me punue, bash të shkojmë aj tu i këndue. A shkojmë bashkë me tuaj trokitje dhe këndojmë së bashku? Marche ero, mori marche, qilë ma syrin që m'gemshe, o marchera e malësis, turja kangve, qobanis. A këtoj kërës bashku, ju? Marchelo, shkojmë bashkë? Ma shumë. Asa bukur të tim dhani. O marchera e malësis, turja kangve, qobanis. Mori fisnike, pia e malsis kreshnike, mos në lëzën, mramoj sojnike, trimi mirë shëshkon si mendjen tyre ka qither, ta shknen sat bët vet. Marche ero, mori marche, qile ma syrin që m'gemshe, o marchera e malësis, turja kangve, qobanis. Marcelo, mori marcel, qile ma syrin që m'gemshe, o marchera e malësis, turja kangve, qobanis. Bashku refrenin jo ma forconi lutem. Qojnë, 1, 2, 3, marchero, ju! Ju faliminderit! Marcelo, mori marcel, qili ma syrin që m'gemshe, o marchera e malësis, turja kangve, qobanis. Ju faleminderit shumë. Solo më kaq, po kënë një kam tjetër. Po këta të radhës po kënojmë bashk, prej fillimit deri në fund. Vajta kalova gjithë kalabrinë,
As ku nuk gjeta si mileniumin time. Shkojmë bashk. Vajta ju ty më në shaqe në dorën time, jash qata njërën harë breshën sime. Ty më në shaqe në dorën time, jash qata njërën harë breshën sime. Helum, helum, shkojmë. Helum, 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 me mansa masa. Hajde së se unë për ty, se unë për ty, se unë për ty, o da la pasa. është e vërtetë, se sembrajim, se sembrajim, se sembrajim e jeti vetë. Se sembrajim, se sembrajim, se sembrajim e jetive vetë. Ju falenderoj shumë, ishte kënaqësi. Mësuat edhe njerë. Faleminderit Vesa që na ndezë skenën. Gjithashtu dua të falenderoj përzemërsisht edhe bendin ton që kishim sonte. Maestro Agron Pemi, Meriton Frizi dhe Tomor Shkoza. Faleminderit shumë. Të dashur maturant, pas një rrugtimi të gjatë, plot përpjekje, sfida dhe suksese, ka ardhur momenti ta kurorëzoni këtë etapë të jetës suaj, një moment që do ta mbani mend gjithmonë. Prandaj maturant të dashur, ju ftoj që për herë të fundit të ngriheni në këmbë në shenjë nderimi për njëri tjetrin, për kujtimet, miqësitë dhe rrugën që sot po e përmbyllni së bashku. Ftojmë në skenë drejtoreshën në shkollës zonin Afrore Rila, zëvendës drejtoreshën Jeta Kingji Kastrati dhe 3 kujdestore të klasave që të na bashkohen për të ndarë plagzat e arritjes për maturantët tonë, të cilët sonte po maturojnë. Arta Shala, Teuta Mehmeti, Lumturi e Bardhaj, 3 kujdestore që sonte do të dekorojnë nxënësit e tyre. Atëherë, dua të ftoj një nga një nxënësit e klasës 12-3. Filloj me Adela Daci. Al Ula. Anes Bulatovci.
Halimi, Donika Gërbeshi, Dorina Mustafa, Gerd Belgjeti, Guri Shala, Gur Prestreshi, Gylben Schütz, Jan Kosumi, Kaan Musmurati, Jens Ponza, Matt Prestreshi, Platon Limoni, Riga Hatibi, Yuk Roshi, dhe Yll Lekaj. Tashmë me radhë ftoj nxënësit e klasës 12A2, Anik Dushi, Djarë Buzoku, Erjan Lajqi, Erran Rashidi, Jeta Hysa, Kaan Ademi, Klea Morina, Leandra Jakubi, Lira Logja, Lisa Hoxha, Rea Sejdio, Reis Dushi, Riga Mehmeti, Rita Komoni, Rubin Morina, dhe Tel Deloli. Vazhdoj me nxënësit e klasës 12A1, Akim Sëqiri, Bledi Abdyu, Blin Halimi, Blin Beqiri, Daris Aliu, Prin Tahiri, Prin Bashota, Eldar Aliu, Indi Vokshi, Ene Abdullahi, Itna Sanoja, Reza Gjoka, Janin Goshi, Jan Tigo,
Bashkoni. Loran Hoti. Lux Bahio. Jurni Jupi. Non Goshi. Norik Lufi. Ranshala. Pasi kemi pranuar edhe plugzat e mirënjohjes, unë do të ftoj drejtoreshën që ta bëj udhëzimin për maturantët për hedhjen e kapelave. Sigurohemi që mikrofonin e kemi të ndezur. Reze, e 15 herë. E 15 do të vijë edhe 20, 30, më shëndet qofshe. Apo e ngritni dorën, jo për me dalë prej klasës, për me vu tufëzën në anën e majtë. Tufëzën e kapelës, nga djatha në të majtë. Të gjithë. E tash numërën të unë. Po numërojmë së bashku. Hajde të gjithë. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Urime! Gëzuar të gjithë maturantëve, faleminderit që ishit të pranishëm sonte në këtë mbrëmje madhështore. Ju ftojmë të na bashkoheni në koktejlin e mbrëmjes. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be